kur dashuria politike kthehet në kandidaturë. Nëse mendonit se politika shqiptare ishte një arenë idesh, përplasjesh ideologjike dhe përfaqësimi popullor, më falni, por kemi keq kuptuar rënd. Në Shqipëri, siç duket, kemi një tjetër mënyrë për të ndërtuar politika të reja, duke i kthyer marrëdhëniet personale në lista kandidatësh. Dhe kjo nuk është thjesht një fenomen i rastësishëm, por një model që po përsëritet gjithnjë e më shpesh, duke na kujtuar se në politikën shqiptare, farefisi dhe misia e ngushtë kanë më shumë peshë se kompetenca dhe meritokracia. Rasti i fundit, dashuria që shndërrohet në kandidaturë. Rasti më i fundit vjen nga Shqipëria bëhet, lëvizja e Adriatik Lapajt, që duket se ka marrë huaj jo vetëm frymëzimin, por edhe një pjesë të stafit drejtues nga lëvizja Nisma e Endrit Shabanit. Konkretisht bëhet fjalë për kandidaturën e zonjushës Livia Stavri, e njohur si e dashura e kryetarit të Nismës, e cila është përfshirë në listën e Lapajt. Dhe si për të mos mjaftuar kjo, bashkë me të kandidon edhe motra e saj, Josilda Stavri. Kjo nuk është thjesht një ngjarje e rastësishme, por një tregues i qartë i një trendi që po bëhet gjithnjë më i dukshëm në politikën shqiptare, përdorimi i marrëdhënieve personale për të siguruar pozita dhe përfaqësim në listat kandidate. Në një vend ku kompetenca është koncept abstrakt dhe ku meritokracia ka po aq vlerë sa një premtim elektoral i pambajtur, nuk është për t'u habitur që rrugëtimi politik të ndikohet nga lidhjet personale. Politika si telenovel, familja dhe miq në qendër të skenës. Në këtë skenë politike që më shumë ngjan me një telenovel se sa me një garë përfaqësimi, kemi një partiçk që lind nga një tjetër, një dashuri që shndërrohet në kandidaturë dhe një motër që si duket përfiton nga demokracia familjare. Nëse dikush kishte shpresuar që partitë e reja do të sillnin një frymë të re në politikë, le të themi se e vetmja frymë e re këtu është strategjia, në vend që të trashëgohen parti nga babai tek i biri. Tani zgjerimi bëhet përmes të dashurave dhe motrave. Kjo nuk është thjesht një fenomen i izoluar. Në politikën shqiptare kemi parë shumë raste ku anëtarët e familjes ose miqtë e ngushtë të politikanëve janë vendosur në pozita të rëndësishme, duke mos pasur domosdoshmërisht aftësitë ose përvojën e nevojshme. Kjo nuk është thjesht një çështje e korrupsionit, por një problem më i thellë që ka të bëjë me mungesën e transparencës dhe llogaridhënies në sistemin politik. Çfarë rëndësie ka që qytetarët presin përfaqësim të vërtetë? Në një vend ku qytetarët presin përfaqësim të vërtetë dhe zgjidhje për problemet e tyre të përditshme, politika shqiptare duket se është e fokusuar në të tjera. Në vend që të diskutohen ide dhe projekte për të përmirësuar jetën e njerëzve, ne shohim një lojë të vazhdueshme të pozitave dhe influencave, ku marrëdhëniet personale kanë më shumë peshë se aftësitë dhe përvoja. Kjo nuk është thjesht një problem i partive të reja, por një fenomen që ka qenë i pranishëm në politikën shqiptare për shumë vite. Nga partitë e vjetra deri te ato të reja, modeli i njëjtë përsëritet. Në vend që të investohet në njerëz të kualifikuar dhe të përgatitur, pozitat ndahen në bazë të lidhjeve personale dhe farefisnin. A ka vend për ndryshim? Me këtë ritëm, pse të mos vazhdojmë? Ndoshta së shpejti do të kemi lista ku bashkë me politikanët do të përfshihen kushërinjt, dajallarët dhe, pse jo, edhe ndonjë mik i fëmijërisë. Se në fund të fundit, përse të lodhesh me debate dhe ide, kur mund të ndërtosh një parti mbi baza më të sigurta, farefisnin dhe miqësinë e ngushtë. Por a është kjo rruga e duhur? A ka vend për ndryshim në politikën shqiptare? Përgjigjja është po, por vetëm nëse qytetarët kërkojnë llogaridhënie dhe transparencë nga politikanët e tyre. Nëse vazhdojmë të pranojmë këtë gjendje si të pandryshueshme, atëherë nuk kemi të drejtë të ankohemi për rezultatet. Një thirrje për llogaridhënie. Politika shqiptare ka nevojë për një frymë të re, por kjo frymë nuk mund të vijë nga të njëjtat praktika të vjetra. Ne kemi nevojë për një sistem ku kompetenca dhe meritokracia janë vlerësuar, ku qytetarët janë në qendër të vendimmarrjes dhe ku marrëdhëniet personale nuk zëvendësojnë aftësitë dhe përvojën. Pra, për të gjithë ata që ende besojnë se politika shqiptare ka nevojë për ndryshim, ja ku e keni modelin e së ardhmes, një Shqipëri që bëhet por jo për qytetarët, për familjen e duhur. Është koha që të kërkojmë më shumë nga politikanët tanë dhe të mos pranojmë më këtë gjendje si të pandryshueshme. Vetëm kështu mund të shpresojmë për një të ardhme më të mirë.